Zhvillimi i buqësisë është një ndër prioritetet e qeverisë. Nga tregu i ri buqësor në Elbasan, kryeministri Edi Rama shprehu vendosmërinë e qeverisë për të vënë në krah çdo projekti për buqësinë. Gjatë takimet me tregtarët dhe fermerët, Rama tha se ky treg është në përputhje me të gjithë standardet e Bashkimit Evropian dhe se duhet të promovohen edhe në vende të tjera. Ne jemi shumë mirënjohës sepse me këtë nuk është problemi vetëm i kësaj zone, po na nderon edhe na jep mundësi ta promovojmë si shembull suksesi edhe për zona tjera, që të fillojnë njerëzit të shikojnë një perspektivë tjetër me këto tregjet bujqësore, edhe të sjellim këtu dhe njerëz nga vende të tjera të marrin shembull nga veriu në jug, që këtë eksperiencë ta çojnë edhe në vendet e tyre para se të shkosh ti, se të mund të zhvillohesh ti, të shkosh nëpër zonat e tjera. Ministri i Buqësisë Panariti shpjegoi se ky është projekt shumë ambicioz në mbështetje të buqësisë, por transparenca e çmimeve është një nga prioritetet kryesore të kësaj reforme. Bëjmë edhe një mini ankant çdo ditë, një tip mini burse bujqësore. Ju keni porositur një ekran shumë të madh, që do vendoset në ballë dhe çmimet ditore do të jenë vizibël për gjithë, mos ketë shtek për spekulim. Gjë shumë pozitive. Se duhet ta fusin këtë mekanizmin e transparencës së çmimeve. Prej muajsh, Partia Socialiste ka propozuar një skem të re në fushën e buqësisë për t'i dhënë asaj prioritetet e duhura. Një ditë më parë në një takim me fermerët e Poshnjës, kryeministri Edi Rama ka shpërndar kontratat e para të përfitimit nga skema e mbështetjes në buqësi. Në përfundim të këtij investimi në Elbasan shtohen edhe 300 vende të reja pune.